Tashmë policia ka eksperiencë, nuk është më ajo e para 30 vjetëve. Ka eksperiencë, ka fituar nga ngjarjet e ndryshme, sepse mëson. Në çdo ngjarje mëson. Problemi është tek ekipi drejtues, si analizon situatën, si analizon ngjarjet e mëparshme, çfarë mësime nxjerr, dhe çfarë modifikime, çfarë ndryshime bën në taktikën e ndërhyrjes. Ka pas një hezitim në strukturat e policisë, lidhur me këtë pyetje që bëni juve, nëse duhet ndërhyrë që në fillim, apo duhet lënë se mos e prishim protestën, mos e prishim tubimin, mos cënojmë të drejtat, dhe më pas, nëse i kryejnë veprimet të kundraligjshme, godasin me lëndë të ndryshme, atëre duhet ndërhyrë, pra duhet pritur të veprojnë, apo duhet ndërhyrë që në moment. Këtu dhe vetë taktika policore nuk ka një qartësi për të thënë që duhet ndërhyrë apo s'duhet ndërhyrë që në fillim. Problemi është ti duhet të peshosh, të analizosh dhe të peshosh anë të mira dhe të këqija. Do thotë, nëse e lë kur e ke identifikuar element apo grup bashkëpunëtorësh që përgatisin dhe përdorin mjete të rrezikshme për jetën e forcave të rendit dhe të qytetarëve. Nëse e ke identifikuar një gjë të tillë, ti nuk mund të presësh. Pse nuk mund të presësh? Sepse mund të ndodhin ngjarje që ti ke detyrimin dhe përgjegjësinë për t'i parandaluar. Dhe ky ishte dhe shkaku në vlerësimin tim dhe për aq sa kam komunikuar. Policia në radhë parë është përgjegjëse për rendin, për rregullin në një tubim i ligjshëm qoftë apo i paligjshëm, por ka rëndësi të parandaloj akte më të rënda, më të rrezikshme. Gjë që nuk ishte ndodhur ama. Po, pra thash hezitimin e policisë, domethënë. Po në këtë rast, në tubimet e mëparshme, protestat e mëparshme, vetë autorët, organizatorët i kanë përdorur këto mjete dhe janë kapur në mënyrë të shkëputur, po jo kaq të organizuar. Janë mbi 40 e ca granata të quajtura që u thonë Molotov dhe shishe me benzinë dhe granata e klasifikonin në diçka shumë të rrezikshme. Po, në shumë të rrezikshme. Dhe në gjykimin tim, ndryshimi në taktikë është tek vlerësimi dhe analiza që ka bërë ekipi drejtues dhe në këtë rast u duk që ka marrë pjesë direkt drejtori i policisë. I cili u pa në fakt që në dhe ky drejtor policie, ky djalë i ri, ka eksperiencën. Ka eksperiencën sepse ka formimin policor me arsim të lartë të rregullt policie. Nuk ka diplom B me korrespondencë të marrë natën. Nuk ka diplom tepër. Të falur, nuk ka hyje të falura. Ky është djali që ka dhënë kontribute dhe ka bërë karrierë në mënyrë të rregullt në polici. Dhe e ka analizuar situatën, u ka rekomanduar një taktik të tillë për të mos pritur, nëse është i identifikuar, është i qartë. Këtu bëra për se duhet keni kuar dhe fakti se ju thatë që në fund fare e tha dhe Leva me Ervinin që vendimin fund fare është marrë nga i grupi i ndërhyrjes, Snatch Squad. Mirë. Por, besoj që ka ndihmuar dhe fakti që këtu nuk është bërë fjalë për një protest. Edhe numri protestuesve ishte më minimal. As dhe me shumë element agresiv. Ishte menaxhueshme. Se do të kishim një protest shumë më masive, do ishte shumë më e pamundur për ta marrë me pjesëmarrje masive, edhe masa më të shtuara. Më të ngjeshur, sidoqoftë ka rëndësi që në taktikën e veprimit policor nuk u prit që të realizonin qëllimet, të sillnin pasoja, të shpërbeheja i grup, dhe ta quajmë grup, po ata njerëz që kishin marrë përsipër të kryenin. Plus është dhe vështirë që pastaj kur ti çon gjykatën ta provosh që janë këta, pasi është ndryshon. Edhe 3 orë më pas kur ti ndalon dhe policia ka kohë që ankohet për organet e drejtësisë, prokurorin dhe gjykatën, me idenë që ne i kapim në tubime në protesta dhe gjykata i lëshon. Por një ndër defektet e policisë duhet pranuar është prova, sepse vetëm me filmim, vetëm me fotografi
vetëm me kapje fizike që ky ka kryer këtë veprim apo ka qenë pjesëmarrës, nuk mjafton. Dhe provat, armët konkrete që janë kapur, e kanë vënë në pozicion gjykatën, e cila sot more dhe vendimin për herë të parë. S'ka nga televizi për t'i lëshuar. E vërtet, është vërtet. Dhe tashmë ka shumë rëndësi hetimi profesional për të zbërthyer ku prodhohen dhe për të nxjerrë grupin, sepse bëhet fjalë për neni 278, do të thotë prodhim, mbajtje e lëndëve të tilla të rrezikshme. Pra këta 5 veta rrezikojnë shumë më tepër. E kryer në bashkëpunim, Pra rrezikojnë shumë më tepër se kaq, dhe i vete 7 deri në 15 vjet i burg. Dhe i jepet një mësim të mirë atyre që duan të organizojnë dhe të fitojnë dhe i nxisin për veprime të tilla kriminale. Kështu që policia në këtë rast, taktika e përdorur, edhe pse mund të duket se na prishi mitingun, cënoi të drejtat e tubimit e me radhë, po, në anën formale duket, por ka parandaluar ngjarje më të rënda duke ndërhyrë që në momentin e parë. Plus se nuk e dim çfarë sinjalizimesh ata mund këtë patur dhe për ngjarje konkrete. Kramush se me që ti do na braktisësh në pjesën e dytë. Duhet pyes tani, sepse me këtë do merrem pak pjesën e dytë. Një tjetër vendim që mori zoti Ita ishte ai që u bë publik një ditë më parë, ku mori një veprim më në fund, edhe ky një tjetër vendim më në fund, pas shumë dekadash, që hoqi patrullat nga rrugët kombëtare, cilat ishin kthyer në një gangren, në një bezdi për qytetarët. Unë e thash në një burim korrupsioni, dhe në fund fare nuk e zgjidhte fare problemi. Njerëzit vazhdojnë të shkelin rregullat e shpejtësisë, rregullat e qarkullimit. Copa e letës grisej dhe zëvendësohej me 5.000 lekësh apo me 10.000 lekësh, dhe ndërkohë përveç tjerave jepnin Shqipërisë aromën e një vendi oriental, e një vendi të akoma në zhvillim. Ndërkohë që ne si taksapagues kemi paguar nga satelitët Albania 1 dhe Albania 2, te dronët që na e sillte Çuçit, kujtohet, na e sillte lexonte mesazhet celulare tona, kështu tha atëherë. Dhe deri tek këto pajisje që unë i kam parë që funksionojnë këto të radarëve, cilat e nxjerrin edhe me portret shoferin, edhe me targën e makinës dhe me nivelin e shpejtësisë që ka kaluar. Pra pajisjet janë, ne kemi paguar dhe prapë ne shikonim këta policë në rrugë të cilat, me gjithë respektin që kam për shumë prej tyre, sepse ne jemi rritur me ta në këto 30 vite, ishte too much. Tani ne kemi pasur I ka ishte mali zi këto patrullat, mendo. Tani ne kemi pasur shefa policie rrugore që se kam pasur mendje ke këto gjëra. Po e kam pasur mendje të vendosnin gjop varësve tyre 500 euro në muaj, e të thoshin silli shefit çdo datë 500 euro, e të shoqëronin persona kërkim me fenelina, edhe ky problem u bë fillimisht politik dhe pastaj kaloi në organet ligjzbatuese, që ditën e parë më thanë drejtori ka pasur këtë, e ka dhënë urdhrin verbal dhe pastaj rreth një javë është zbardhur si shkresë, që është dërguar gjitha komisariatet të policisë rrugore. Ne tashmë e kemi, sidomos në akset kombëtare, e kemi teknologjinë, ju i keni parë disa kulla të mëdha që janë gati 1 kilometër kur ecën, ato bëjnë edhe mathin e shpejtësisë, edhe fotografimin, madje këtë thoshte edhe urdhri i zotit tij. Madje midis pikës A dhe B, edhe ti nëse i shmangesh filmimit dhe fotografimit, ajo mat dhe distancën e përshkruar. Pa që do të thotë edhe kur e ke përshkruar më shpejt, ta pjeston distancën me shpejtësinë dhe sistemi tutoris. Pra tani, sistemi që ka bërë italianë. Distancën me kohën dhe nxjerr shpejtësinë, po. Pra tani nuk kam më, pra nuk luhet më. Dhe nuk kemi pse t'i mbajmë policët në rrugë, sidomos për verifikim, sepse verifikimi do të thotë korrupsion. Hajde po e kapim të, ta shikojmë se ka makinë të bukur në japin 1 lekë. Jo, kështu nuk ka më. Nëse ka një shkelje, do të thuash të kam ndaluar për këtë shkelje, do të vë gjop direkt. Po jo më dokumentat shikoj të si i ke letrat. Jo. Sepse kjo ishte bërë një plag shumë e madhe e akteve korruptive në policinë e shtetit. Në një vend europian s'ta kërkon askush. Po pra, ai 500 euro që jepnin policët ke shefi i tyre, një herë në muaj, ishte pjesë e kësaj loje, të ndaloj për verifikim. Se do ta nxirrte lekun te çonte shefit, ndryshe humbte vend e punës, e transferonin diku tjetër. Ka qenë thjesht pas ka qenë. Po pra, ka qenë thjesht pas. Pse nuk është bërë? Unë nuk e di, më ngjen si me buton këto. Nuk do të ndodhin tani këto. Ne kemi kohë që kemi radar. Nga njëra anë shman korrupsionin dhe nga ana e dytë është ngritur edhe nga ana e kryeministit. Hiqini, më fal, që kur është emëruar mos gaboj Gledis Nano, drejtor policie. U tha, do heqim të gjithë policët rrugor në përcepa, në për akse rrugore etj. Mbas ti erdhi Metro Mullaku, mbas ti erdhi Ilir Proda, kishin urdhra, kanë pasur urdhra të zbardhur,
por thoshin jo se duhet t'i verifikojmë për çfarë shkeleve që ka ndodhur, sidomos në fund vitit kush i ka bërë ato gjobat, kush i ka paguar, kush i ka paguar, dhe kjo ngeli si praktik, po kryesisht është praktik korruptive. Dhe më në fund u hoq. Dhe çudi se hiqet me një buton. Pra me një buton hiqet edhe bezdia ndaj qytetarit, hiqet edhe korrupsioni dhe ka edhe një gjë tjetër më. Nëse larg shoh edhe mua më vjen nesër një gjop, ku diun 100.000 lekë të vjetra apo 200.000 lekë të vjetra. E para një unë do jemi detyruar shkoj ta paguaj. Se s'kam kujt t'ja jap lekët, ta rishvetin për ta hequr. Dhe e dyta, do matem shumë mirë në atë segment ku ka marrë gjobën, që unë të bëj ta përsërisë. Dhe me këtë rast, përveç fakti që një korrupsioni, ndryshon dhe mentaliteti. Drejtimi është çështje fryme. Profesori e di më mirë, se e ka shpjeguar 10 breza në policinë e shtetit, është çështje fryme. Po u fut fryma e tillë, nuk lëviz dot më pas. Nuk bën dot praktika të tjera. E vërtet është. Mirë, Karamusha, faleminderit që jemi në këtë pjesë. Shkojmë publicitet dhe rikthehemi me vendin bosh, nuk rrim me vendin bosh. Martin Leka rikthehet pas disa kohësh, do ta them arsyem pse. Shihemi pas pak.